Shketje në tender për mirëmbajtje të rrugëve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, duke dëmtuar buxhetin prej 1.300.000 eurosh, ka evidentuar zyra kombëtare e auditimit. Sipas ZK-s, ky dikaster qeveritar në kundërshtim me rregullat e prokurimit te i kaloi pagesat për njësi duke aplikuar tavanin plus minus prej 30% në pozicione, anise për këto kontrata nuk vlen kjo rregull. Në 13 raste kemi identifikuar se Ministria ka përdorur kontrata publike korniz me çmimin për njësi duke specifikuar edhe sasit indikative, vlerën e parashikuar për një vit, dhe me gjithë rregullat ka aplikuar pragun apo tavanin plus minus 30% në pozicione. Kjo ka rezultuar me tejkalim të vlerës së këtyre pozicioneve nga 2 pozicione deri në 58 pozicione, me vlerë të përbashkët 1.326.027 euro. Prej tyre në 5 raste ishte tejkaluar edhe vlera e parashikuar e kontratave për një vit. Sipas ZK-s, kjo ka ndodhur si pasojë e mos funksionimit të duhur të kontrollave nga menaxherët e kontratës, lidhur me pajtueshmërinë ligjore gjatë realizimit të kontratave. ZK-ja po ashtu ka evidentuar se në 10 kontrata ka pasur ndryshime të sasive të kontraktuara. Ndryshimet ishin prej 1 deri në 49 pozicione apo në vlerë prej 5.684 euro deri në 429.011 euro. Vlen të theksohet se në 3 prej tyre tejkalimet ishin për pozicionet të cilat ishin të aneks kontratës. Për këto ndryshime nuk ishin marrë aprovimet e nevojshme nga ZK-ja. Përveç shkeljeve në prokurim, ZK-ja ka evidentuar edhe vonesa në punime në 7 projekte rrugore, duke përfshirë edhe vonesat për projektin Dolc-Gjakov. Auditorja e përgjithshme Vlora Spanca ka thënë se problemet e evidentuara në këtë ministri janë të përsëritura. Te Ministria e Infrastrukturës janë 13 rekomandimet cilat janë të përsëritura që tregon jo progres në këtë aspekt sa i përket menaxhimit të financave publike, janë diku 2 apo 3 rekomandimet cilat janë zbatuar. Të gjitha gjetjet do të thotë janë gjetjet po ashtu të njëjta si kur vitin e kaluar. Opinioni i auditimit për Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor është opinioni kualifikuar, që do të thotë nuk është opinioni i mirë. Ashtu sikur në vitet e kaluara dhe gjatë 2024 të ZK-ja evidentoi mangësi në pagesat për shpronësim. Sipas raportit, në 4 raste në vlerë prej mbi 1 milion euro, kishte vonesa prej 11 muajve deri në 13 vjet pas datës së vendimit përfundimtar. Një shkelje e përsëritur nga kjo ministri është mungesa e evidencave për vëjoshmërinë e punë. Ky dikaster qeveritar, ashtu si edhe të tjerët, nuk e ka rregulluar çështjen e stafit prej 62 personave nga komuniteti serb, të cilët paguan pa vijuar punën. Buxheti i shpenzuar për ta për vitin 2024 ishte mbi 465.000 euro. Kjo ministri është pajtuar me gjetjet e zyrës kombëtare të auditimit.